Në ambientet e drejtorisë vendore të policisë së Vlorës u zhvillua ceremonia e daljes në pension të inspektorit Seri Mehmetaj, një figurë e respektuar dhe me kontribute të çmuara në strukturat e policisë së shtetit, si ndikmë specialist, agent gjyqësor në seksionin për hetimin e krimeve, trup operacional në Delta Force dhe një periudhë të gjatë si ndikmë specialist në sektorin e policimit në komunitet. Pas rreth 31 vite shërbimi, me një karrierë që ka përfshirë sektor të rëndësishëm në policinë e shtetit, inspektor Mehmetaj përmbylli me dinjitet një rrugtim të gjatë, duke lënë pas një trashëgimi të vyer profesionalizmi, ndershmërie dhe përkushtimi ndaj qytetarëve. Për këtë kontribut, drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës, drejtues Elidon Çela, i dorëzoi certifikatën e karrierës e dhënë nga drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit si vlerësim simbolik për dekada shërbimi shembullor. Në fjalën e tij përshëndetëse, drejtori Çela u shpreh se dalja në pension e inspektor Seri Mehmetajit shënon përmbylljen e një karriere të gjatë dhe dinjitoze, të ndërtuar mbi sakrifica, korrektësi dhe shërbim të pakurrësyer ndaj qytetarëve dhe institucionit të policisë së shtetit. Për më shumë se 3 dekada, ai ka shërbyer me integritet dhe profesionalizëm në detyra të rëndësishme, duke fituar respektin e kolegëve, drejtuesve dhe komunitetit, tha drejtues Çela. Në çdo strukturë që ka ushtruar detyrën, ai ka lënë gjurmë të vyera përmes seriozitetit në punë, qetësisë në situata të vështira dhe gatishmërisë për të ndihmuar e mbështetur kolegët. Inspektor Mehmetaj nuk ka qenë vetëm një punonjës policie që ka zbatuar me korrektësi ligjin, por edhe një njeri me vlera të larta njerëzore dhe profesionale, një shembull i mirë për brezat e rinj të efektive që i bashkojnë policisë së shtetit, tha ndër të tjera në fjalën e tij, drejtori i policisë së qarkut të Vlorës Elidon Çela. Në fjalën e tij përshëndetëse mes emocionesh dhe mirënjohje, inspektor Mehmetaj falenderoi drejtuesit e policisë dhe kolegët për respektin e treguar ndër vite, duke u shprehur se policia nuk ka qenë thjesht një vend pune për të, por një pjesë e jetës së tij, një familje e dytë ku ka kaluar vitet më të rëndësishme të rrugëtimit. Kjo uniformë ka mësuar përgjegjësinë, sakrificën dhe vlerën e shërbimit ndaj qytetarëve. Sot largoj me zemrën plot emocione, krenar për çdo detyrë të përmbushur, për çdo sakrificë të kaluar dhe për çdo koleg me të cilin kam ndarë këtë mision fisnik, tha ndër të tjera inspektor Mehmetaj.